A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit gjithëmshëshëm shpërplotit. Falënderimet janë për Allahun, përshëndetjet për Muhammedin alayhis salam. Të dashur vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi këtë cikël të ligjëratave, ne lutim Zotin të na pranojë prej nesh dhe prej jush. Po e fillojmë këtë temë me një pyetje shumë të rëndësishme, të cilën secili njeri është dashur ta shtrojë vetes. Pse jam krijuar unë? Pse ekzistoj? Kjo është pyetja thelbësore mbi cilën neve duhet ndërtojmë jetën tonë dhe mbi këto premisa atëherë duhet vazhdojmë jetesën tonë. Natyrisht, është ajo pyetja e cila nëse nuk i gjendet përgjigje dhe jeta jo nuk ka kuptim këtë dynjë. Dhe jo rastësisht Zoti i Madhreshëm në surën Dhariyat në ajetin 56 na drejtohet shumë qartë dhe shkurt duke na treguar pse na krijoi dhe cili është qëllimi i krijimit tonë. Ai tha: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dhe vërtet, unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër përveç se që të më adhurojnë. Pra ky është qëllimi final. Domethënë Zoti i Madhreshëm na prunin këtë botë në mënyrë që neve ta adhurojmë atë, ta njohim dhe t'i përulemi atij. Mirë po, jo gjithmonë kuptohet qartë çfarë është adhurimi. Shpeshherë neve mendojmë që jeta jonë adhurim quhet vetëm namazi, agjërimi apo kryerja e ibadeteve. Mirë po realisht ky Islam me cilin Zoti na nderoi na e zgjeron diapazonin më shumë se kaq. Dhe na thot, adhurim është çdo gjë dhe çdo vepër që bëhet me sinqeritet plot e nëpërmes kësaj vepre synojmë kënaqësinë të Madhit Zot, që do të thotë ajo mundet me qenë një fjalë e bukur, një ndihmës të tjerëve, një respekt kashi prindërve dhe gjitha veprat e mira që i bëjmë për Zotin. Dhe në këtë kuptim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij e përkufizon shumë bukur duke thënë: "Kjo dynjë është një mall i përkohshëm, e malli më i mirë i saj është njeriu i mirë." Prandaj, prej këtu e kuptojmë që njeriu në këtë botë nuk matet me ato se çka posedon prej pasunisë të mirave kësaj bote, mirë po njeriu matet në këtë botë mbas qëllimit me të cilin ekziston. Andaj ai njeri i cili ka kuptuar qëllimin e vet, pse është ardhur në këtë botë dhe jeton me atë qëllim, ai njeri vërtet ka vlera dhe jo në të kundërtën. Dashur vëllezër dhe motra, do të mundohemi të nxjerrim një mesazh dhe një kuptim rreth një ngjarje shumë të rëndësishme mbi atë për cilën po flasim, mbi qëllimin e krijimit. Thuhet, një herë një dietar i kishte takuar një njeri i cili vrapante pas dynjas. Ishte marrur aq shumë me dynjan sa që dynjaja kishte marrë komplet kohën e tij. Një ditë ndali dhe e pyeti atë: "Pse ngutesh? Pse je kaq me nxitim?" Ky njeri tha: "Jam duke kërkuar jetesën, jetën e kësaj bote." Dhe dietari e pyeti: "Sikur ta kishe kërkuar edhe mënyrën dhe qëllimin pse jeton." Atëherë ky njeri për një moment u ndal dhe mendoi: "Vërtet tha, unë pas kam qenë duke vrapuar mbas mjetit dhe pas na harruar qëllimin." Prandaj dashur vëllezër dhe motra, mos harrojmë që në këtë botë jemi të përkohshëm dhe kalimtar. Qëllimet tona, synimet tona janë ato që na bëjnë madhor dhe natyrisht qëllimi kryesor pse jemi këtu është që ta njohim Zotin ton. Nderuar vëllezër dhe motra, për fund krejt kësaj ligjërate po japim një mesazh shumë të shkurtër. Po i tregojmë vetes dhe juve që në këtë botë njeriu ka ardhur me një qëllim madhor. Dhe janë 3 pika të cilat neve duhet kemi kujdes. E para, ta njohim Zotin ton. E dyta, ta adhurojmë Allahun krijuesin ton. Dhe e treta, jetën tonë ta ndërtojmë konform asaj çka Zoti është i kënaqur me të. Nëse vërtet neve arrijmë këto 3 pika të bashkojmë jetën tonë, atëherë ta dimë që edhe sprovat e dynjas do të jenë mirësi për ne dhe jo në të kundërtën. Andaj krejt për fund e lutim Zotin e Madhreshëm që të na bëjë ta kuptojmë qëllimin pse jemi krijuar dhe të jetojmë mbi atë qëllim. Ai njeri që jeton me qëllime, ai ka vlera. Ai njeri që humb qëllimet në jetë, atij i humbi vlerat. Zoti ju nderoj gjithëve, mirupafshim në ligjëratën tonë të ardhshme. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.